bile shumë shpesh prindit në tonë, pyte për qëta se mu nuk po më tregan. Thash krejtë profesion të njëjtë, sa e bën të lehtë, sa e bën të vështirë. Edhe brenda një klinike pastaj nisin ato pyetjet, more çfarë mund të më shërby, çfarë shërbime mund të më ofro burrë, çfarë gruaje. A i ndajnë gjinit në seanca apo po bëj pyetje hipotetike që ndoshta dikush mund t'i ketë nga jashtë aty se si sheh një observim i jashtëm. Këta thjesht e kryejnë profesionin si gjithë tjerët. Nëse ju, si ne që kemi një profesion, ashtu edhe për çift në të njëjta. Ka diçka që i keni të ndame përveç zyrave? Realisht, të punosh me Enisën në qendrën tonë është shumë përmbushëse. Unë gjithmonë them se ne e plotësojmë njëri tjetrin. Njeriu nuk mundet me qenë për gjithçka, nuk mundet mi pas të gjitha vlerat, nuk mundet mi pas të gjitha metodat, të gjitha diturit. Absolut. Por kur je vetë e dyta, ose kur je edhe me dikë, si për shembull që shëndojmë ne edhe jetën personale, po edhe jetën profesionale është shumë përmbushëse, sepse e di se nuk je vetë. Vetë ideja që nuk je vetë dhe vetë ideja që e ke ofër për gjithë shka, të bën të ndjesh më e sigurt dhe më e fortë, ndaj sfidave të cilat për shembull mund të vinë shkaku i rasteve të ndryshme. Që është shumë kënaqësi, nuk është sfidë, është shumë kënaqësi, është përmbushje dhe është siguri. Kështu që e lumja unë që punoj me burrë. Edhaj me ty jam e bindun. Po konsultoheni kështu pastaj se kisha këtë rast, ke këtë rast, çfarë mendimi ke për X rastin, si një lloj supervizimi jo tamam, po këshillim pak më tepër kolegial se sa bashkëshortor në profesion. Patjetër. Është shumë interesant mendimi i dytë apo edhe i tretë, po në këtë rast i dytë për ju të dy, e sidomos kur është edhe brenda profesionit. Ndonjëherë ke mendjen pak më të flajtun që nëse ka diçka në lëshim sa do të vogël për hir të lodhjes apo çfarë do qoftë që nuk çon shumë pesh, pastaj e keni një tjetrën aty si lloj përmirësimi brenda jush, jo në seanca. Realisht, kur i mbajmë konsultat me fëmijët e vegjël, për shembull deri në një moshë të caktuar, 11, 12, 13 vjet, ne kemi dëshirë që fëmija ta zgjedhë atë me të cilin ka krijuar një lidhje. Se varësisht gjinies, me të vegjëlit nuk është se e zgjedhim, shkaku që fëmija mundet me qenë djalë, po mundet me pas lidhshmëri të madhe me edukatorën, ose me mësuesen, ose edhe me mamin, automatikisht shkon ka unë. Për shembull, unë gjithmonë i them, me kom po don me lujti, se normal që në takimin e parë konsultues mundohemi që ta ofrojmë një ambient të sigurt për fëmijët. Është prezantim në fakt. Pikërisht, nuk e din se ku po vijnë, mendojnë se po shkojnë tek mjeku dhe si e kanë atë frikën nga gjilpërat e të gjitha këto. Ndërsa sa i përket adoleshentëve dhe të rriturve, normalisht që e zgjedhin gjinin e njëjtë, sepse vajza me vajzë, djali me djalë shprehen më lehtë, kuptohen më lehtë. Nëse vjen një adoleshent dhe më fol për futboll, unë veç ku më ndajt ashtu dhe nuk me kuptu kur gjo. Po nëse vjen një adoleshent dhe i tregon për shembull Enisit për problemet që pika me make-up, edhe ky do qëndroj ashtu. Për atë arsye, të vegjëlit i lojmë që ata të na zgjedhin neve, ndërsa adoleshentët dhe të rriturit automatikisht qasën e gjini. Meqense ne jemi të dy, fatmirësisht e ofrojmë këtë qasje, do të thotë vajzat ose gratë mundet me ardhë me bajt seanca me mua, ndërsa djemtë ose burrat mundet me bajt seanca me Enisin, sepse ata ndjehen më rehat. Për neve nuk ka rëndësi, qof vajzë, qof djalë, po ata ndjehen më mirë. Dhe ne jemi një popull që anojmë nga gjinia e njëjtë, sepse jemi për shembull më të afërt, ose i ndajmë hallet e njëjta, gajlet e njëjta. Për këtë arsye e zgjedhin gjinien varësisht do të thotë kush është, varësisht gjinies që ka, ose mua, ose Enisin. Dërsa saj për këtë konsultave, sigurisht që bëjmë konsulta, sepse 2 ide është më mirë se sa një ide, 2 metoda është më mirë se sa një metodë. I kemi raste tona me të cilat punojmë, por tentojmë që gjatë një dite mos ta mbingarkojmë vete me shumë seanca në mënyrë që të japim maksimumin për të gjithë. Sepse nëse kemi tash një rast në ora, për shembull në ora 1 ose në ora 2, ata nuk janë të njëjtë me njëri tjetrin. Normalisht duhet ju përshtatesh. Pikërisht, duhet edhe t'ju të përshtatesh fëmijës ose adoleshentit ose të rriturit. Duhet t'ju përshtatesh metodat, metodologjinë që e përdor, lodrat ose aktivitetet të cilat i ban, energjinë, dikush do që ta lëdhatosh, dikush do që ti qëndrosh pak më në distancë, varësisht pra personalitetit dhe vështirësisë ose problemi që shfaqet ai klient tek ne. E kaq pozitiv sajnë të dy, e kam shumë të pamundën me pas parasysh se sa të vështirë mund ta kenë klientët, sidomos fëmijë, t'ju zgjedhin
se të kush ka me shku. A ju thirrën gjagji teta, apo... Gjagji ose teta me din, dikush të mësuese, edukatore, varësisht moshës. Nëse është në kopsht, më thrasin edukatore. Nëse janë në shkollë, për shembull, ashtu klasën e 3, 4, thrasin mësuese. Nëse janë adoleshente, më thrasin tet. Varësisht ashtu si që përshtatë, për mua nuk është problem. Mua mjafton ta di se po ndjen të sigurt, po ndjen rahat që të diskutojnë çka do që kam brenga. Bile shumë shpesh prindit në tonë, pyte për qëta se mu nuk po më tregan, formojt një bindje që pi tregoj tetës se kjo ma ofron një zgjidhje. Nëjherë kur i shek kështu të veçdjet ka trasin tetë, se që një vetën atë vjetër,